Adrian Gaxha rikthehet në vëmendje. Kapet mat me të dashurën e re në jug. Adrian Gaxha, këngëtar i njohur nga Maqedonia, duket se ka rikthyer vëmendjen e publikut, jo për ndonjë projekt muzikor, por për një lidhje të re dashurie. Pas një periudhe të gjatë mungese në skenën muzikore, Gaxha është parë së fundmi duke shijuar disa ditë pushimi në jug të Shqipërisë, në shoqërinë e një vajze, identiteti së cilës ende nuk është bërë i ditur. Sipas prive, artisti është kapur nga paparacët në momente shumë të afërta me vajzën misterioze. Pamjet flasin vetë, buzëqeshje, afërsi dhe një atmosferë që ngjall dyshime për një romancë të re. Gaxha është një emër i njohur për publikun shqiptar, me një sër hitesh që kanë shënuar periudha të ndryshme të muzikës moderne. Megjithatë, kënga e tij e fundit daton në vitin 2019, dhe që prej asaj kohe ai është tërhequr nga skena. Nuk dihet nëse ky rikthim në vëmendjen publike do të sjellë edhe një rikthim artistik, por për momentin duket se po shijon jetën larg stresit të industrisë muzikore. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.